Një cikël for përdoret për iterimin mbi një sekuencë, që është ose një listë, një tuple, një fjalor, një bashkësi ose një string. Kjo është më pak si fjala kyçe for në gjuhët e tjera të programimit dhe funksionon më shumë si një metodë përsëritjeje siç gjendet në gjuhët e tjera të programimit të orientuara nga objektet. Me ciklin for mund të ekzekutojmë një bashkësi deklaratash, një herë për çdo artikull në një listë, tupull, bashkësi eti. Shtypni çdo frut në një listë frutash. Cikli for nuk kërkon që një variabël indeksimi të vendoset paraprakisht. Edhe stringjet tekstuale janë objekte të iterueshme, ato përmbajnë një sekuencë karakteresh. Ciklizimi përmes shkronjave të fjalës, pjeshka. Me anë të instruksionit break, mund ta ndalojmë ciklin para se ai të ketë kaluar nëpër të gjithë elementet. Me anë të instruksionit continue, mund ta ndalojmë përsëritjen aktuale të ciklit dhe të vazhdojmë me atë pasuese. Për të përsëritur një blok kodi një numër të caktuar herësh, mund të përdorim funksionin range. Funksioni range kthen një sekuencë numrash që fillon nga 0 si parazgjedhje, rritet me 1 si parazgjedhje dhe përfundon te një numër i caktuar. Fjalë kyçe else në një cikël for përcakton një blok kodi që ekzekutohet kur cikli përfundon. Shënim: bloku else nuk do të ekzekutohet nëse cikli ndërpritet nga një instruksion break.
Një cikël i mbivendosur është një cikël brenda një cikli tjetër. Cikli i brendshëm do të ekzekutohet një herë për çdo përsëritje të ciklit të jashtëm.